Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4, një bisede drejt për drejt mes Labinot Regjes dhe Limit ka tërhequr vëmendje, pasi u prek tema e hyrjes së tij në Big Brother VIP Kosova 4 dhe njohja me Bia Khalifën. Gjatë diskutimit, Labinoti e pyeti Limin për rrethanat e këtij takimi, ndërsa banori vendosi të rrëfej publikisht një histori nga e kaluara, duke insistuar se nuk po bën lojë me askënd. Çdo gjë është real, s'kam kohë me bëloj me askënd. A di si e kam njohur Bian, ishim te puna dhe ishim me shok dhe pimu bëm tap. Ka 4 e 5 vjet. Dhe ikën krejt në shtëpia, u shpreh ai. Më tej, Limi tregoi se pas largimit nga puna, rruga e tij kishte marrë një kthes të papritur. Dhe u nisa për te shtëpia, por u ndala në klub nate. Edhe hy në Instagram, tu pa këtu shoh Bia Khalifa që më ka bërë follow. Kur shoh direkt po më shkruan. Dhe erdhi në klub dhe vazhdova partin. Në këtë moment në bisedë ndërhyri edhe Benita, e cila e komentoi situatën me një vërejtje të prerë. Mos e ngatëroni të dashur me një natë. S'është i dashur kur je një natë. Ndërkohë sipas asaj që u la të kuptohet në shtëpi, Limi tani po e orienton vëmendjen drejt një tjetër banoreje, Dolces, duke lënë pas diskutimin për Bian. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.